Industria e veshjeve dhe këpucëve në krizë, çfarë po ndodh me fasonerinë në Shqipëri? Për këto do të flasim me Florian Zekja. Florian, përshëndetje dhe mirë se erdha. Faleminderit për ftesën dhe ju uroj jetë gjatësi dhe punë të marrë me këtë mision që keni marrë. Faleminderit. Si e shpjegoni rënjën e eksporteve në industrinë e fasonerisë? Cilat janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar? Rënja ka filluar, themi, graduale, por edhe me dy shifra që në 6 muajorin e 2 të 2023, atëherë kur me të vërtet filloi të ndihet efekti i rënjes, themi, të lirë të monedhës euro apo forcimi i monedhës lek. Dhe që nga kjo periudhë mund të them që rënja ka qenë e përmuajshme dhe kemi arritur në një pikë për shumë faktorë, kemi arritur në një pikë që muajin e kaluar, pra rënja ishte me dy shifror, ishte 14.2% dhe muajin e kaluar dhe qershori ishte me 3.8%. Me fjalë janë shifra të konsiderueshme kur flitet për një sektor i cili është eksportuesi më i madh në Shqipëri me mbulon 30% të eksporteve shqiptare. Sa pesh ka pasur zhvlerësimi i euros në këtë situatë? A është ky problemi kryesor apo ka edhe faktorë të tjerë? Atëherë, që nga 2023, kur periudhën që përmenda, kemi një rënje prej 33% të monedhës euro dhe mund të them që kjo ka qenë, themi, gjeneza e shumicës problematikave që kemi pas ne. Pastaj, këtu mund të fusim edhe me vështirësi që ka çdo biznes, themi, për sa i përket rritjes së kostove, mund të përmendim zhvillime gjeopolitike të kohëve të fundit, të cilët kanë ndikuar shumë në transport, në ndërlidhje, në dërgime lëndë të para, po ashtu edhe në efektin psikologjik të këtij sektori të themi të veshjeve dhe të këpucëve, sepse siç e dim, këta janë dy sektor ku janë shumë sensibël dhe arrin të perceptojnë më përpara rënien apo krizat e ndryshme. Apo humbet Shqipëria konkurrencën përballë vendeve të tjera të rajonit, ku po zhvendoset prodhimi? Patjetër që Shqipëria po humb këtë vend të mirë që kishte marrë vitet e fundit, ku produktet Made in Albania ishin mjaft të preferuar për partnerët tanë europian, por dhe me gjërë. Kështu që me rënjen e këtij sektori, me një reduktim, dhe mund të them në shifra me gati 50% që nga 2023, që është viti më i mirë i joni, por problemi është që jo vetëm sektori jonë, por gjithë sektor të eksportues dhe prodhues po dalin jashtë tregu dhe këtu kam parasysh si agrobiznesin, përpunimin e peshkut, kemi sektor të tjerë, po duash edhe turizmi e ka ndjerë problemin e eros, ndërtimi, shumë me pak fjalë të gjithë sektorët të cilët janë prodhojnë dhe eksportojnë, po e ndjejnë këtë dhe dalin edhe nga tregu dhe këtë e tregojnë edhe shifrat e Instat ku deficiti tregtar po rritet nga muaji në muaj. Sa kompani kanë reduktuar aktivitetin ose kanë mbyllur dyert gjatë muajve të fundit? Të dhënat sakta ne nuk kemi, sepse është një situatë mjaft dinamike ku shumë biznese kanë reduktuar linjet e tyre apo kanë ndaluar investimet për të ardhmen, kështu që një statistikë të saktë nuk e kam, po ma merr mendje që një 15-17% ka pas reduktim. Dhe nëse vazhdon situata e tillë deri në fund vitit, mund të them që kjo përqindje do rritet, ndoshta mund të shkojë deri në 20 apo 25%. Po për vendet e punës, sa vende punë janë reduktuar deri tani? Unë mund të marr për bazë një dhënë që ka nxjerrë Banka e Shqipërisë, kam përshtypur para 2 muajsh, ku vlerësoi që nga sektori jonë janë larguar rreth 16.500 veta dhe kjo është e vetmja e dhënës saktë, sepse nga tatimet apo nga zyrat e punës nuk kemi të dhënat sakta, dhe mund të them që kjo shifër mund të jetë reale, por ndoshta edhe diçka më shumë, sepse në momente të tilla për reduktimin e kostove, normalisht që shifet pjesa e parë, shifet çështja e fuqisë punëtore, sepse është zëri kryesor që ndikon në sektorin tonë. Tek punëtorët e fasonerive veçanërisht janë gratë, ato që janë më të prekura. 90%. 90%. A ka nisur një valë largimesh nga sektori?
Po si që thash, përderisa janë larguar mbi 16.500 këta janë gra e vajza, që unë shpresoj që një pjesë e tyre ta kenë gjetë veten ndoshta në një sektor që është në zhvillim, siç mund të jetë sektori i turizmit, por që është e vështirë sepse persona me një aftësi të tillë që kanë 20 e ca vjet apo 30 vjet që janë të specializuar në një sektor siç është ai i manufakturës, ndaqte veshjet, ndaqte kputucët, mund të them që e ka shumë të vështirë të integrohet në një sektor tjetër, sektor të ngjashëm, mos të çojmë në përmend që mund të integrohet po themi në call center apo në administratë, sepse vetë themi ajo instruksioni dhe përvoja e punës ka qenë e kufizuar në sektorin e manufakturës. Me çfarë zëvendësohen këto punëtorë që janë larguar, sepse kemi parë shpesh që vinë nga Bangladeshi apo vende të tjera të treta? Atëherë, çështja e punëtorëve të huaj është pak specifike, sepse mund të them që është një në mënyrat që ka detyruar biznesin e manufakturës, por jo vetëm, sepse shohim që vetëm vitin e fundit ka pas një rritje me gati me 50% për sa i përket përthithjes së punëtorëve të huaj, dhe kjo ka qenë në ato mënyrat për të frenuar kostot, sepse siç e dim gjithë, dhe me rritjen e inflacionit, me rritjen e kostove të jetesës, edhe për qytetar shqiptar, nevoja për të pas një mirëqenie apo për të pas një likuiditet më të lartë ka qenë evidente. Kështu që me përthithjen e këtyre punëtorëve mendoj që është një mënyrë e cila po funksionon dhe do funksionojë edhe më shumë kohët e fundit, sepse është një metodë e cila veç se kolaudohet, dhe me përthithjen e këtyre punëtorëve të cilët kanë disponibilitetin për të punuar, janë punëtorë të cilët e njohin emigracionin, vinë me qëllime të sakta për të përmbushur ato kontrata 1 vjeçare apo 2 vjeçare dhe për të kthyer në vendet e tyre. Kështu që kjo është është një ndër krahas modernizimit, automatizimit, digitalizimit, është një ndër mënyrat për të frenuar kostot. Po pse largohen atëherë punëtorët nga fasoneria, më fal? Çështja e rrogës, janë të pakënaqur me rrogën, apo mbi ngarkesës së punës? Cilat janë arsyet që largohen? Ka shumë faktorë. Faktorët janë të ndryshëm dhe mund të përmend edhe migracionin. Një pjesë e punëtorëve tonë po i drejtohen, po shkojnë, po kërkojnë eksperjenca të tjera në vendet evropiane. Ajo që thashun, pamundësia për të rritur pagat për punëdhënësit e sektorit manufakturës, sepse nëse themi që euro është vlerësuar me 33%, këto janë kostot të cilat i kanë mbajtur punëdhënësi, dhe kundrejt i ndodhur mes dy zjarrës, rënja e euros dhe pamundësia për të rritur pagat, ka çuar në atë që një pjesë e punëtorëve tanë të shohin alternativa tjera, siç e thash, mund të jetë emigracioni, mund të jetë integrimi në një sektor tjetër, mund të jetë edhe punësimi në administrat, por në administrat në profesionin me profil të ulët, jo me profil të lartë. Si e parashikoni ecurjen e fasonerisë në fund të vitit, në fund të këtij viti, a prisni përkeqësime të situatës? Nëse nuk merren masa konkrete dhe emergjente. Si për shembull? Masat janë të ndryshme. Një nga këto masa duhet të ishte injektimi i paras në ndihmë të biznesit manufakturës, kompensimi i kësaj rënje pjesërisht ndoshta nga ana e qeverisë, sepse themi drejta dhe qeveria nga rënja e euros pat një avantazh të madh, ku arriti të ulë borxhin i jashtëm nga 78% në 52%, dhe mendoj që këtë avantazh që psoi qeveria, që përfitoi qeveria, mund ta ndihmoj biznesin e manufakturës, po ashtu dhe politikat ndryshme, të cilat mund të jenë për të mbrojtur ato prodhues të cilët kanë marrë guximin të dalin në treg, duke bërë politika mbrojtëse për sa i përket mbrojtjes produktit shqiptar kundrejt produkteve që vijnë nga importi. Masat janë të ndryshme, mund ato që kanë mekanizma të dorë, siç është Banka e Shqipërisë apo dhe Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë, mund t'i përdorin për ta shpëtuar një sektor i cili ka mbi 35 vjet që është lider në Shqipëri. A ka ende interes për të punuar në këtë sektor, apo mungesa e fuqisë punëtore është kthyer në një problem shtesë?
Tash çështja e fuqisë punëtore për më tepër asaj të kualifikuar nuk më mendoj që është vetë problemi i sektorit ton. Ajo është një problem në media, është problem në prodhim, është problem në themi edhe pak më i gjerë, nuk është vetë lokal shqiptar, sepse edhe në Europë çështja e fuqisë punëtore, sidomos të kualifikuar, është një problematike e madhe. Por që gjithsesi biznesi duhet të adaptohet dhe duhet të menaxhojë situatën hap pas hapi, duke automatizuar për t'ia bërë më të lehtë punëtorit edhe punën e përditshme, por edhe për të nxjerrë një produkt sa më të mirë, por edhe nëpërmjet politikave ndihmëse, politikave të cilat e vënë punëdhënësin në pozita që të ketë mundësi të arrisë mirëqenien si të biznesit, por ashtu edhe të punëtorëve. A ka kompani sot që po operojnë me humbje dhe sa pranë falimentit ndodhet sot industria e fasonerisë? Mund të them që një pjesë e madhe e sektorit manufakturës, nëse nuk po riprodhon veten, po del me humbje dhe po të shohim shifrat e Instatit, siç e thash, me një trend rënës, mund të them që edhe muaji korrik do jetë përsëri me rënje dhe muaji gusht do jetë shumë i dobët, sepse kemi parasysh që partnerët tanë mbyllin për 2 javë ose 3 javë, kështu që edhe eksportet do bien. Por që, siç e thash, është një efekt domino i cili po transmetohet që nga 2023 dhe mund të them që deri në fund vitit, nëse nuk ka themi masë emergjente dhe injektim i ndihmës direkte, ka përshtypjen që në fund vitit një pjesë e manufakturës do jetë e dëmtuar, e përgjysmuar, por ndoshta edhe e mbyllur fare. Okej, nëse situata vazhdon në këto ritme, çfarë pasojash do të ketë në ekonominë shqiptare dhe për tregun e punës? Pasojat janë të shumëanshme. Në radhë parë, siç e thash, ne jemi eksportuesi kryesor në Shqipëri. E dyta, jemi edhe punëdhënësi më i madh për sa i përket themi sektorëve jo sezonal, sepse ndoshta turizmi punson më shumë apo edhe bujqësia punsojnë më shumë, por janë sezonale. Kështu që për sa i përket edhe si punëdhënës ne jemi më të mëdhenj. Po ashtu mund të them që eksportet tona në 2023 kanë qenë 1 miliard e 400 milion euro, kurse vitin e kaluar ishin 960 milion euro, kështu që kemi një rënje gati 50%, të cilat i mungojnë ekonomisë shqiptare. Po ashtu problemi shtrohet edhe në aspektit europian, ku sektori jon mund të ishte dhe duhet të ishte një lider për sa i përket prodhimit të veshjeve të këpucëve. Dhe në një situatë kur e gjitha Europa po dhe më gjerë po mundohen ta afrojnë prodhimin afër vetes, sektori jon do ishte një pikë e fortë e ekonomisë. Dhe me këto zhvillime mendoj që edhe një sektor i cili duhet i jepte impuls si në punësim, po ashtu edhe në anën sociale, do i mungohej ekonomisë shqiptare. Pastaj është edhe një sër faktorësh të cilët janë të lidhur me sektorin ton, me të cilët janë paketimi, transporti, doganat e tjera, që janë gjithë sektorë që varen nga manufaktura. Çfarë duhet të bëjë qeveria urgjentisht për të mbështetur këtë sektor? Madje ju keni pasur dhe një dialog me kryeministrin, çfarë i keni thënë? Unë në takimin e fundit që patëm me kryeministrin dhe me gjithë faktorët të cilët kontribuan në iniciativën e qeverisë dyfishore ndërmarrjen tënde, unë i bëra një parashtrim të gjithë situatës, të cilën ndodhet sektori manufakturës, po ashtu dhe përcaktova me fjalë parashtrova dhe faktorët të cilët kanë ndikuar në rënien e kësaj industrie. Kërkesat tona ishin në radhë parë ishte frenimi i kësaj hemoragjie që po i shkakton kjo situatë ku faktori euro është vendimtar. Dhe pastaj në një fazë të dytë me politika afatmesme dhe afatgjata të shihet që të ndihmohet ky sektor i cili përveç sfidës së mbijetesës do të ketë nesër dhe sfidën e integrimit në komunitetin evropian dhe përballjen me bizneset e ngjashme homolog të sektorit ton, ku siç e dim konkurrenca është shumë e lartë dhe janë biznese të cilët janë shumë përpara nesh, po patjetër që atë rritjen e tyre kanë pasur edhe fal politikave qeveritare të vendeve të tyre. Çfarë përgjigje keni marrë deri më tani nga ky dialog që patët? A ju ka rama me sy të mirë apo hiç?
Unë kam përshtypjen që sektori jonë ka qenë një ndër kryefjalët e ekonomisë, por edhe ashtu edhe për ekonominë, por edhe ashtu edhe për kryeministrin. Shohim që kohët e fundit kemi një mungesë vëmendje si nga kryeministri, po ashtu edhe nga qeveria për sa i përket sektorit ton, dhe mendoj që duhet ushtrohet më shumë presion nga sektori jonë për t'ja bërë të ditur si me anën e medjeve, po ashtu edhe me prezencën e tij që sektori jonë është shumë i rëndësishëm në ekonominë shqiptare. Por që ne shpresojmë që zhvillimet e fundit, po ashtu mund të përmend edhe protestat të kenë bërë të reflektoj qeverinë për sa i përket këtyre problemeve që po has gjithë populli shqiptar, kështu që ne shpresojmë që ndoshta jo tani shpejt, por mbas pushimeve qeveria të ketë një reflektim dhe të vihet më një herë në lëvizje për këtë situatë që po kalon ekonomia shqiptare. A duhet ketë një raport të drejtë çmim-cilësi, pasi çmimet janë ende shumë të larta? Për produktet e manufakturës e ke fjalën? Po. Pa tjetër duhet ketë një proporcion më të mirë, sepse Shqipëria ka dhe një plagë të madhe, sepse pjesa më e madhe e produkteve importohen, mund të them që janë edhe produkte fake, të cilat nuk duhet të ekzistojnë në tregun shqiptar, por që në të njëjtën kohë kanë zënë edhe një vend të mirë prodhuesve shqiptar. Kështu që duhet ketë politika themi mbrojtëse, proteksioniste për sa i përket prodhuesve shqiptar, që me të vërtetë të kishim edhe atë balancën që thatë cilësi çmim dhe të kishim një produkt shqiptar i cili përderisa është konkurrues në Europë, mund të jetë konkurrues edhe në ekonominë shqiptare. Okej, tani unë kam një pyetje tjetër. Nëse gjëra që blejmë jashtë shtetit, nga firma të mëdha, marka, pse humbasin cilësinë? Bëhet fjalë që pas Covidit e kanë humbur cilësinë. Unë ja thash që një pjesë e madhe e produkteve që hyn në Shqipëri nuk janë origjinale, janë mallar fake. Kështu që një prodhues i këtyre produkteve që nuk arrin të kenë cilësinë dhe themi cilësinë dhe dizajnin e atyre origjinale, normalisht që pa tjetër që do kenë edhe një themi në përkthim në rënjë cilësisë dhe në atë dukshmëri që thatë ju për produktet, po që problemi është që mbas Covidit me zgjerimin e tregut online, po shifet edhe një tendencë e madhe për të hyrë më shumë nëpërmjet online të penetrojnë edhe ato mallar që nuk janë origjinale. Dikush që nuk ka mundësi të shkojë jashtë shtetit, për shembull unë nuk kam gjithmonë mundësi të shkoj jashtë shtetit të blej firma, marka cilësore. Si ta kuptoj unë kur e marr në Shqipëri nëse është fake apo reale? Atëherë kjo ka një problematikë madhe, sepse në Shqipëri me marka të zyrtarizuara, themi, nuk ka. Pjesë e madhe e dyqaneve tona, themi atë pikave të shitjeve, mundohen të marrin në vende si Turqia apo Kina produkte të ngjashme me ato dhe cilësi e parë ndryshe e quajnë. Po, mund të themi cilësi e parë. Dhe kjo është një fenomen i cili duhet të jetë nën kontrollin e institucioneve, që nga dogana, por edhe tek themi institucionet që mbrojnë konsumatorin, të cilët duhet të ketë kontrolle më të mëdha për sa i përket këtij fenomeni që ju me të vërtetë përmendet, dhe është një fenomen i cili vërehet edhe nga të huaj që vinë në vendin tonë, ku shohin produkte fake të mallarve, të markave të mëdha që shiten këtu me çmime ndoshta 1/10. Dhe kjo normalisht e ka një arsye, sepse nuk janë mallar origjinale. Dhe kjo thash është një fenomen i cili duhet të kontrollohet dhe të jetë nën kontroll, për më tepër kur ne aspirojmë të hyjmë në Europë dhe janë fenomene të cilat në Europë nuk lejohen. Për shembull në Zvicër nuk të lejojnë në dogan që të kalosh me një rrobë të shtrenjtë që është fake. Apo në vende të tjera. Po pra, pikërisht çdo vend mundohet të mbrojë produktet e vendit të tij, edhe në Itali, edhe në Gjermani, po ashtu edhe në Greqi, është e pamundur
ndoshta, sepse një pjesë e tyre nga këto vende vinë, por është shumë e vështirë që ti të trafikosh malla që janë fake dhe qëllimi kryesor i atyre është një dhe i vetëm, të mbrojnë markat e mëdha të cilat investojnë çdo vit apo çdo stin investojnë tek tendencat, tek copat më të mira, tek modelet më të mira dhe normalisht përballen me një konkurrencë e cila nuk është e leale, nuk është e drejtë, ku dikush i kopjon copat, kopjon dhe dizajnin dhe mundohet të imitoj. Dhe kjo e gjitha bëhet për të mbrojtur prodhuesit vendas. Kështu që më duket komplet normale ajo që thoni për një shtet si Zvicra, ku kanë politika proteksioniste, jo veç për veshjet, po për gjithë produktet që ka Zvicra dhe mund të fus edhe prodhimin e orave apo produkte tjera, kështu që është një politikë normale proteksioniste për produktet e vendase. Atëherë në fund, cili është mesazhi juaj për mijëra punëtorë që sot kanë frikë se do të humbasin vendin e punës? Mesazhi kryesor është që ashtu siç prodhuesit po ushtrojnë presion shoqërisë dhe qeverisë për të mbrojtur këto vende pune, ka përshtypjen që duhet edhe këta të japin kontributin e tyre, sepse në fundit, në momentin që një biznes, një kompani redukton apo mbyll biznesin, humbja është si për titullarin, për pronarin, për punëdhënësin, po ashtu është humbja është edhe për punëmarrësin, sepse janë vende pune të cilat kanë me ndoshta 30 vjet, të cilët është një vend ku ato kanë punuar dhe janë paguar për atë çfarë kanë bërë. Florian, falenderoj shumë që ishe pjesë. Edhe unë falenderoj shumë dhe suksese. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.